23 vjet më përpara është përdorur fjala shqiptar. E shkruar shqiptar. Dhe kjo mendohej se këtu fjala Albani, Arbri, edhe thonë pse themi vetin shqiptar. Ne kemi quajtur veten shqiptar. Pse? Sepse në vitin 1639 Cherubinin, fratin italian nga Trenta, e kanë marrë me pushkatue turqit. Edhe ka thonë, tha, ma mirë, tha, vdekja, ju shqiptar, tha, jeni për të mytur, është shkruar me ju shqiptar, është shkruar fjala aty. 4 rreshta shqip. Dhe thotë, ma mirë vdekjen, thotë, se më bamun turke. Ka shkruar me shqip edhe këto, 4 rreshta shkruar me shqip, dhe kjo, do me thonë, gjitha shkrimet shqipe nga viti 1400 deri sot, fjala shqiptar e para herë që janë të shkruar te ky libër. Pra, është një, si shpjegohet, po në kohë të Skënderbeut, pse s'kemi përdorur këtë emër neve? Po kemi përdorur emrin Arbër. Kjo është një ndër enigma, atë që... Jo, nuk është enigmë. Shiko, në kohën e Skënderbeut... Apo me Skënderbeut... shqiptar përfshieshin gjithë ata edhe të trojeve që nuk i kishte Skënderbeu,